Pas votimit në kuvend, 7 ministrat e rinj të qeverisë Rama kanë marrë edhe bekimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Secili prej tyre është pritur në zyrë nga ngarkuara me punë e SBA-ve në Tiranë, Nancy Van Horn. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ambasada amerikane ka publikuar fotot e takimeve me zëvendës kryeministren Albana Kociu, ministrin e mbrojtjes Ermal Nufi, ministrin për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, ministrin e energjisë dhe infrastrukturës Enea Karakaçi, ministrin e drejtësisë Toni Gogu, ministrin e brendshëm Besfort Lamallari, si dhe ministren për marrëdhëniet me parlamentin Eriona Ismaili. Ambasada bën me dije se Van Horn u ka transmetuar atyre politikën e presidentit Trump lidhur me korrupsionin dhe kartelet e drogës. Po ashtu, në fokus të takimeve ka qenë angazhimi nga aleatët e NATO-s për të respektuar shpenzimet në fushën e mbrojtjes. Në postim bëhet i qartë edhe bashkëpunimi ekonomik, ku SBA-t kërkojnë marrëveshje të drejta për kompanitë amerikane që bëjnë biznes në Shqipëri. Ambasada shton se është e vendosur në bashkëpunimin me partnerë në të gjitha ministritë dhe institucionet që ndajnë angazhimin e SBA-ve për dhënien e rezultateve si për amerikanët, ashtu dhe për shqiptarët. Takimet e Nancy Van Horn vinë në një moment të tensionuar politik në vendin tonë, ku opozita ka nisur një stim protestash ndaj qeverisë dhe kërkon ndërheqjen e saj. Nga ana tjetër, kabineti i ri i qeverisë Rama me 7 ministrat e rinj erdhi pas shkarkimit të Belinda Ballukut si zëvendës kryeministre, e cila është nën akuzë nga SPAK-u, një institucion që mbështetet fort nga SBA-t.